Posedonte armë zjarri në banesë vihet në pranga një 52 vjeçar. Në pranga edhe një 34 vjeçar i shpallur në kërkim për konflikt me armë zjarri. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Fier, bazuar në informacionet se një shtetas posedonte armë zjarri tip pistolet, organizuan punën për kapjen e tij. Si rezultat u arrestuan në flagrant shtetasi DL 52 vjeç, banues në Fier. Gjatë kontrollit në banesën e këtij shtetasi, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale një armë zjarri tip pistolet, një fishek armë zjarri, si dhe një palë pranga të ngjashme me ato të policisë. Gjithashtu nga këta specialist u bë arrestimi i shtetasit RC 34 vjeç, banues në Fier. Gjykata e Fierit ka caktuar ndaj këtij shtetasi masën e sigurisë arrest me burg, pasi dyshohet se gjatë një konflikti të ndodhur më datë 21/11/2025 ka qelluar në ajër me armë zjarri tip automatik. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme.